Ditën e sotme, atmosfera në shtëpinë e Big Brother VIP 5 ka qenë tejet e tensionuar. Pasi Miri u përfshi në disa debate të ashpra me banor të ndryshëm. Ndër përplasjet më të forta dhe më të komentuara ishte ajo me Mateon, e cila degradoi shpejt në shkëmbime fjalësh të rënda dhe akuza personale. Debati nisi me tone të larta kur Mateo ju drejtua Mirit me fyerje të drejtpërdrejta, duke e quajtur atë pensionist, të pamoralshëm dhe të pafytyr. Këto komente ndezën me njëherë reagimin e Mirit, i cili nuk u përmbajt dhe ju përgjigj me një gjuhë po aq të ashpër, duke deklaruar se Mateo dhe grupi i tij vijnë nga rruga dhe duke etiketuar ata si pisa dhe plehra. Situata u tensionua edhe më shumë gjatë shkëmbimit të replikave, kur Mateo i tha Mirit në mënyrë provokuese: "Hajde të fshi pak këpucët me ty", një deklaratë që u konsiderua nga shumë si tejkalimi çdo limiti verbal brenda shtëpisë. Nga ana e tij, Miri vijoi sulmin duke thënë: "Ky është niveli që sollet në këtë vend, mbylle derën dhe ik." Po turp TV ati Erik Loshit, se ju nuk keni as karakter, as integritet, nuk keni asgjë. Ai shtoi gjithashtu: "Ju vini nga rruga, ju jeni rruga", duke e thelluar edhe më shumë përplasjen. Mateo nuk mbeti pas dhe u përpoq të ul figurën e Mirit, duke i thënë se është ai që ka rënë në nivel dhe duke ironizuar moshën e tij me fjalët: "Ti ke dalë në pension, dil merr pensionin." Kjo solli një tjetër reagim të fortë nga Miri, i cili u përgjigj: "Ti këndon këngët e mia", ofans, duke nënkuptuar epërsinë e tij profesionale. Debati vazhdoi me akuza të ndërsjella, ku Miri kritikoi sjelljen e Mateos, duke e quajtur të turpshme dhe duke thënë se ai dhe grupi i tij kanë ardhur në shtëpi pa vlera. Nga ana tjetër, Mateo e akuzoi Mirin për mungesë edukate, duke theksuar se ai kishte orë të tëra që shante dhe duke e quajtur sërish të pafytyr dhe të pamoralshëm. Në fund, përplasja arriti kulmin kur Miri ofendoi edhe banor të tjerë, duke i quajtur plehra, ndërsa Mateo e mbylli debatin me deklarata të forta, duke i thënë Mirit se ka mbaruar punë dhe duke përsëritur frazën fyese: "Hajde të fshi këpucët me ty." Ky debat i ashpër ka shkaktuar reagime të shumta si brenda shtëpisë, ashtu edhe jashtë saj, duke pritur që produksioni dhe publiku të reagojnë ndaj gjuhës së përdorur dhe sjelljes së banorëve në ditët në vijim. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.